Në urgjencën e spitalit të qytetit të Delvinës, gjatë kësaj periudhe është vënë re një rritje numri të rasteve që paraqiten me shqetësime të ndryshme shëndetësore. Sipas bluzave të bardha të këtij spitali, shumica e rasteve që kërkojnë ndihmë janë relativisht të lehta, por megjithatë kërkojnë vlerësim mjekësor. Sipas mjekut Ermal Kopo, gjatë stinës së dimrit më të shpeshta janë rastet kardiake, si hipertensioni dhe infrakti, por nuk mungojnë edhe ato pulmonare. Ndryshimet e temperaturave dhe kushtet atmosferike ndikojnë ndjeshëm në përkeqësimin e këtyre problematikave, veçanërisht e personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike. Është një periudhë me sëmundshmëri të lartë, kryesisht janë ato që qarkullojnë pjesa e virozave, adenoviruset, virusi gripit, është sëmundshmëri e shtuar, por me raste relativisht të lehta. Pastaj është pjesa që ndodh gjithmonë, pjesa gjatë dimrit, periudhat të ftohta, ndryshimi i klimës, janë rastet kardiake. Në hipertension, infarktet e ndryshme, problemet kardiake në përgjithësi dhe ato pulmonare deri diku. Nga ana jon jepet shërbimi në këtë urgjencë dhe për rastet që janë të pamundura për t'u trajtuar më tej dhe ka nevojë për trajtim më tej mjekësor, dërgohen drejt Spitalit Petronako në Sarandë për trajtim më të specializuar dhe për ekzaminime shtesë, të cilat fatkeqësisht i mungojnë këtij spitali, siç është grafia dhe laboratori. Bluzat e bardha të spitalit të Delvinës u bëjnë apel qytetarëve që në shfaqjen e shqetësimeve të para shëndetësore të drejtohen fillimisht tek mjeku i familjes. Shumica e rasteve që paraqiten në urgjencë, qëndron problemi që nuk paraqiten në rast të parë që te fillimi i shqetësimeve te mjeku familjes. Anashkalojnë pjesën e mjekut të familjes dhe shkojnë direkt në urgjencë, përveç rasteve madhore që janë detyrueshme. Dhe më kryesorja janë disa raste që e lëm veten shumë pas dore, po themi me ditë të tëra dhe paraqiten edhe në raste që janë të pamundura për trajtim ose për një dhënie ndihme në momentin e duhur. Kjo ndikon në menaxhimin më të mirë të rasteve dhe shmangën mbi ngarkesën e shërbimit të urgjencës, duke garantuar kujdes më të shpejtë për rastet që kanë vërtet nevojë emergjente.